Në kohën kur ikonat e tapetit të kuq bëjnë paradën madhështore të veshjeve të tyre, çdo vajzë duke i parë ëndërron të kishte një fustan të tillë, por kur nuk e kishin imagjinuar se mund të ekzistonte një mënyrë e tillë admirimi nga vajza 4 vjeçare Mayhem, e cila është aftë të krijojë veshjet e tapetit të kuq në mënyrën e saj. Së bashku me nënën e saj fotografe Angie, ajo e ka më të lehtë që t'i tregojë talentin e saj mbar botës, duke gjetur mënyrën më popullore Instagramin. Mjetet e shkollës, letra, ngjitse, letra dekorative, shalli i mamit, perdja e shtëpisë janë mjetet në të cilat vajza e vogël bën të mundur rikrijime të fustaneve madhështore. Ajo vjedh ide dhe zgjeron imagjinatën e saj duke parë paradat e mëdha të modës. Rezultatet e punës së saj janë fustane që i kanë veshur ikonat e mëdha, por dhe idetë e sajat nga ato më të çmendurat. Mayhem, me sa duket, ka të zhvilluar dhe aftësinë e një modeleje me mënyrën se si ajo qëndron përballë aparatit fotografik. Disa veshje ajo i ka përshtatur ashtu siç i ka imagjinuar, nga librat me animacione që mamaja e saj i lexon mbrëmjeve, sepse nëse e haruat, ajo është vetëm 4 vjeç.